Se fëmija jonë po tentojnë me bo jetë seriale. Fëmija jonë po tentojnë me bo jetë hollywoodiane, të pa obliguar me asnjë obligim. Se po dolin ato X artistët edhe ata X artistat atje, edhe po naj shërbejnë, po naj paraqesin një jetë prallore, pa asnjë obligim, me shërbëtore, del atje X këngëtori që kemi thonë edhe një herë, me vetëm 5-16 ose 7-18 vjetë, me gjipa, me kere, me pasunime, edhe del në X emisionet tona, që përna i shërbejnë televizionet e tona, që qa ka bo, që ku ka arrit kë. Fëmija ju normal po lakmojnë, edhe po dojnë një qase arritje me bo. Edhe po thënë të bo, aja tje me 7-18 vjetë, që me gjipa, me kere, me pore, me miliona, me sene, ati po më thu muhe, unë e 7-18 vjetë, halen bonk me libra të i qërru sytë. Shumë kontrast i madhë kjo. Prandaj, me i rujt fëmin prej këtyne shërbimeve që po na bohen, qofë prej lindjes, qofë prej perëndimit. Vallahi, pasha mallnin e Allahut, një grua e cila dën me ardhë, edhe ko dashurit sinqert për ty edhe për mu, që ajo gru e ko obligim, farz e ko, me të respektu e prind edhe familjen, sikur që sheki ti farz, mja respektu asojna prind edhe familjen. Edhe nëse vjen nevoja, pse jo edhe ti, mu bo kujdestor, i prindve dhe i familjes e soj. Qashtu që shboda e kujdestore, e prindve dhe familjes në. E qështu bashk me lidh një harmoni dhe një lumturi të jetës e me shku inshallah për para si besimtar edhe si shqiptar qashtu që shna kohije. Sadakallahu l-adhim.